shkojmë në zgjedhje. Ganimet. Hera e parë e fundit që më prek. Ma kupton? Mos më prek. Mos u viktimizo gane se ti që çfarë veprime është Ganimet më. Ti mu nuk më prek. Mos më prek në do. Ti mu pse më gjunë moi Ganimet? Pik qipit. Mu më gjunë për se po, ja? Po rani, po mashtroni. Po rën ti Ganimet. Kena mjulon. Po rën ti Nuk kena Ganimet. mjulon. Nuk kena Ju mjulon. mëni me gjyt moj sa dani, Nuk kena gjuni. mjulon. Bravo. S'kena Lëm mjulon. Ganimet. Nuk kena mjulon. O të lëm Ganimet. Ma shumë se që ka qamën e me bërë. S'kena mjulon. S'kena mjulon. Ty një herë dhe me të sene tjera keni gjujtë. Le tjetë hera parë e fundit që më prek. Ma kupton? Hera parë e fundit. Veç mama se kom telefon. Ndryshë ndo është keqë. Une nuk jam ajo që të lejojnë. Thireni seancën, 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 që ka në zërpu shrejni se atashën, thireni seancën. Personalisht nuk kom komunikim. Po se nuk është detyre imja me komunikum me kryesuesin e seancës për atë. Punët i kemi të ndara, unë vazhdoj punën time në detyrat cilat i ka marrë përsipër dhe pres që të na thrasin në seancë dhe të kry detyrën time si deputete e vetuar. Prandaj Në interpretimin tuaj edhe sa keni kohë për me konstituu kuvendin? 30 ditë kemi nga momenti kur është thirrë seanca konstitutive. Brenda këtyre 30 ditëve shumë të shpresoj që do ta gjejmë një zgjidhje, sepse në fundit e kemi obligim me gjetë një zgjidhje. Ja, s'është e vërtetë kjo. Se po i themeloni institucionet, Ja, s'është e vërtetë kjo. unë ju thash, me ju rruga do të gjakon. Por ose do unë kuvendin dhe themelu qeverin, atë se po i konstituoni kuvendin dhe Tashku po dojnë ma shkërëshje, jo po dojnë jo po dojnë kuvendin.